Këngëtari i njohur dhe shumë i dashur për publikun, njëkohësisht dhe fituesi i shtëpisë më të famshme në Shqipëri të edicionit të dytë, Luiz Zelli ka ndarë një moment tepër të ëmbël në rrjetet sociale, duke publikuar një foto me vajzën e tij të vogël dhe një tekst emocional që ka prekur ndjekësit. Jam heroi i saj, jo sepse kam fuqi magjike, por sepse jam thjesht babai i saj, shkroi Luizi ndër të tjera duke reflektuar mbi rolin e tij si prind. Ai shpreh se jeta i ka dhënë dhe marrë shumë, por lindja e vajzës ishte momenti ku ndjeu se kishte fituar gjithçka që i duhej. Kjo foto nuk është thjesht një kujtim, është dëshmi që Zoti më besoi një mrekulli. Jam babai i saj dhe ky është titulli më i madh që do mbaj ndonjëherë. Përfundon ai në një dedikim që ka marrë mira pëlqime dhe komente pozitive. Ky postim e Luizit vjen si dëshmi e lidhjes së tij të thellë emocionale me fëmijën, duke sjellë një teatrant të ndjeshëm të artistit që ka fituar zemrat e publikut shqiptar, por jo vetëm. Nga ana tjetër na duhet të rikujtojmë se Luiz Zelli, gjatë kohës sa ishte në shtëpinë të famshme në Shqipëri, krijoi një lidhje me Kiara Titon, dhe që prej asaj dite, ata janë lumturisht bashkë dhe kanë në jetë vajzën e tyre, Luna Marie Elli. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.